që realisht tani e solli koha, e solli puna, e solli të dyja bashkë, nuk ka rëndësi. Realisht është një vend krejt tjetër nga çka kam parë. Unë kam qenë këtu në 2005-ën, kam qenë këtu në 2007-ën, kam qenë këtu në 2009-ën, kam qenë këtu në 2011-ën, kam qenë gjatë gjithë kohës, se një rekord e kam unë. 2 kam fakt. 2 i kam rekorde. Një e kam botror, një e kam rekord kombëtar. Dini kush jam? Rekordi im botror është që jam piktori më i mirë mes kryeministrave të gjithë botës. Edhe jam kryeministri më i mirë mes piktorëve të gjithë botës. Këtë s'ma merr dot njeri. Do thuash ti po i vetëm ti je, nuk ka rëndësi. Ky është Guinness. S'ke pas konkurrencë. Rekordin kombëtar që kam që të gjithë kryeministra nga 1912 deri sa kam marrë unë këtu, ti bashkojnë të tërë kilometrat që kanë bërë nëpër Shqipëri, janë, nuk e di sa xhiro mbrapa meje, sepse dhe Berati, qarku Berati sot mund të ketë ka plot probleme pa diskutim. Por nuk gjifet nga pikpamja po sa pika grumbullimi kishte? Sa kishte? Kur ne kemi filluar punën, sa kishte? Pika. Ku imagjinoj dot kjo? Ku imagjinoheshin dot to? Shiko. Patjetër që i ka bërë puna e njerëzve, por ama njerëzit këtu ishin edhe përpara. Këtu ishin edhe përpara, po s'kishte as sinergji, s'kishte as mbështetje.